shqetësim që u deklarua pikërisht nga zoti Kurti. Pra, si mundet dikush që i merr 57 ulse të deklarohet që edhe pas këtyre zgjedhjeve, vendi do të ketë cikël të ri zgjedhor. Nëse s'ka marrëveshje. Nuk mund të ketë marrëveshje kur dikush bllokon. Dikush që i ka 57 ulse, pastaj ka edhe mbi 60 ulse në kuvend me parti tjera, dhe refuzon që të ulet të dialogon, i fton forcat politike, ulen për gjetur zgjidhje. E në fond gjenë kohë që ditët kur vendi është në krizë të shkoj në ekskursionin në Spanjë, e të lëshoj deklarata nga atje duke sulmuar opozitën, unë mund ta kuptoj dikë që është në opozit, që sulmon partinë. Edhe pse sulme që i ka bërë zoti Kurti në opozit nuk janë sulme që mund t'i kuptoj dikush që jeton një shtet demokratik. Por nga pushteti të vazhdosh të jesh prap ai që sulmon, etiketon të tjerët, ndërkohë që ti nuk lodhesh për fatin e njerëzve që sot kanë sfida, gratë, të cilat duhet vendosin ati qojnë fëmijët në kopsht, apo të kenë një vend pune. Për shportin familjare që sot 100 euro janë, vlera atyre është përgjysmë me oltë. Zoti Kurti nuk ka familjen e tij këto, nuk e ka vajzën bashkëshortën që jetojnë në përballje me realitetin e Republikës Kosovës. Nuk mund të sillet me këtë nonshalancë me njerëz dhe nevojat që ata i kanë. Para se gjithash, përveç programeve që i ofroni si subjekte politike, asgjë s'mund të implementohet nëse s'ka president. Ajo çfarë është në vazhdimsi. Pyetja që shtrohet në këtë fazë, në këtë proces është si zgjidhet presidenti. Qysh bëhen 80 vota, 2/3 të deputetëve për me kalu si proces dhe pastaj të vi puna tek krejt këto tema. Qytetarët e Republikës Kosovës në zgjedhjet e qershorit duhet të kenë para vetës dy çështje. E para një subjekt politik që ata viteve të fundit i kanë dhënë aq shumë besim dhe që rrezikon prap të kthehet në faktor destabilizues për Republikën, dhe një subjekt tjetër politik që ndër vite ka garantuar parashikueshmëri, pritshmëri, seriozitet, depolarizim, konkretizim të agjendave e jo konfrontim e linçime, përbashkim do të thoja. Prandaj unë jam besoj fuqishëm që ata nuk do t'i japin besimin e zotit Kurti për të bllokuar. Qysh e zgjedhni këtë çështje konkretisht atëherë? Sepse unë jam e bindur që këtë rezultat nuk do ta ketë Albin Kurti në këto zgjedhje. Unë besoj që sidomos edhe me zhvillimet e fundit që i kemi pas, edhe me zoti Kurti, madje zgjodhi që edhe me zonjën Osmani sot të mos ketë raporte të cilat ai nuk arrin t'i ketë me askë. Prandaj ai njeri mund të ketë nevojë për votat e vetëvendosjes. Absolutisht që do të ketë nevojë për votat e vetëvendosjes, por unë besoj fuqishëm që subjekte tjera politike do dalin, edhe Partia Demokratike e Kosovës, por dhe subjekte tjera do dalin shumë mirë, sepse qytetarët nuk do ta çojnë votën huq për të votuar në atë masa i kanë dhënë besim zotit Kurti. A do të jetë kushti i njëjtë që presidenti të nominohet nga PDK-ja në procesin e ardhshëm? Është ende herët që të diskutojmë, sepse ende nuk kemi, ne mund të flasim hipotetikisht se si do duket rezultati zgjedhor. Unë besoj që do të dalloj thellësisht, sepse mendoj që shumë rrethana kanë qenë që datën 28 e kanë kthyer në një fitore aq të madhe për zotin Kurti, sidomos për këto vite që ata kanë pa që një pushtet i dhënë me aq mas të madhe nuk kthehet në shërbime për ta. Unë besoj shumë që në atë 51% shka qytetarë të cilët nuk kanë votuar për një parti që bllokon, stagnon dhe sot sillet me kultin e një sunduesi. A sheni vendin e parë si të mundshëm në Ne do të garojmë që ta kemi e para, po e them, ofertën për qytetarin e Kosovës, ofertë reale. Nevojat e Kosovës sot janë Kosova është më e varfëruar se çka qenë. Edhe rritja ekonomike është rritje ndër më të ultat që i kemi pasur vitet fundit. Prandaj sot nevojat më shumë se kur janë për një rimëkëmbje ekonomike, jo për propagandë edhe deklarata propagandistike që i ka përdorur zoti Kurti, mos lëshoni pe tjera, sepse sot nuk duhet të lëshojmë pe për nevoja që i ka njerëz, e jo për ato qëndrimet deklarative që nuk janë kthyer në shërbim